Po mediat në një farë forme duhet mu adaptu, por ndryshe mbeten mbrapa në aspektin teknologjik. Është mirë se ka faqe, platforma të ndryshme që sugjerojnë përdorimin e aplikacioneve të ndryshme të cilat pastaj ja u lehtësojnë punën e gazetarëve, po edhe redaksisë në përgjithësi, dhe kjo në një farë forme duhet të përshtatet gjithsesi brenda redaksisë, për shkak se leton shumë punë edhe ju krijon shumë kohë në një farë forme gazetarëve, sepse gazetarët mbeten në sfidën e kohës edhe presionit. Për shembull, një transkriptim me inteligjencë artificiale, një interviste më të gjata apo forma të tilla mundën me ja lehtësu shumë punën e gazetarëve, kështu që ju mbetet atyre që më u përshtat me këtë teknologji, me mësu domethënë këto aplikacione që hyjnë punë në mënyrë që me ecë me kohën në një farë forme dhe me ja lehtësu punën vetes. Puna në terren po besoj që pak lehtohet për shkak këtyre, për shembull, jo domosdoshmërisht duhet me pas një kamerë, sot edhe me një telefon mundesh me bëj xhirime dhe kjo është një lehtësim i madh. Po ashtu edhe forma të tjera, domethënë lehtësimet e aplikacioneve të ndryshme që i përmenda, pak a shumë e lehtojnë punën, po kjo mandej bjerë edhe sfida të caktuara, domethënë verifikimin e informacioneve, sepse shpesh për gazetarët burimi i informacionit mbeten edhe media sociale, disa faqe, disa spekulime që qarkullojnë media ose imazhe të caktuara, edhe mbetet sfidë që ato mi verifiku sa janë të vërteta apo jo, edhe këtu duhet me pas parasysh. Po ashtu tash edhe këto format në një farë forme se teksti pak a shumë i ka humbur relevanca. Sot kryesisht informohemi nëpërmjet imazhit edhe një lloj titulli të shkurt ose një përshkrimi të shkurt. Kjo është pak sfiduese sepse në një farë forme bjerë si një lloj jo informacioni shumë i detajuar, po thjesht një deklarat pa kontekst, pa ato dhënat kryesore gazetareske se kur e tha, qysh, në çfarë situate e tha, për çka e tha. E këto mandej pelon pak a shumë audiencën të jo mirë të informuar dhe kjo po ndikon që mandej kjo mund përdorë edhe në propaganda të caktuara duke u shpërndarë në rrjete. Po kjo mbetet ajo në një farë forme mënyra ma e qasshme për momentin, se thash tekstet e gjata nuk po lexohen, po thjesht është mirë që këto të shkurtrat me i dhonë në formë pak ma informuese dhe mos me mbet thjesht pa kontekst. Në terren jo, po në redaksi mundet me zavendësu, për shembull rastet kur kemi komunikata nga institucione të caktuara, mundet që një chatbot i krijuar brenda redaksisë që ato komunikata me i kthy në lajm, thjesht me gjetë një foto ilustruese dhe me publiku në faqe pa redaktim ose pa shikimin e një gazetari apo redaktori, ndërsa në terren është problematik se gazetari duhet me shku vetë në terren, me nxjerr informacionin, me mbledh informacionet e nevojshme, pastaj ato mundet me inteligjencë artificiale me transkriptu, me redaktu, me rishiku edhe në rast të caktuar edhe me ilustru me një imazh nëse përshtatet. Kjo është terreni, nuk është vështirë veç nëse bëhet një gazetar robot në terren që me zavendësu ato, përndryshe prap gazetari mbetet figura kryesore, edhe pse këshillat kryesore janë se çka do që të përdoret me inteligjencë artificiale, dorën e fundit që i thajnë në aspektin tradicional është që redaktori e gazetari me pa, domethënë me rishiku një në fund, se inteligjenca artificiale mundet me kriju halucinacione të ndryshme, me hush në raste të caktuara, mos me ditë kontekstin në një farë forme se për çka është ky lajm, kështu që gazetari jep vullën e fundit.